Ish Pallati i Kulturës në fshatin Pojan të Bashkisë së Maliqit së shpejti do të vihet në funksion të shkollës së mesme, kjo me qëllim eliminimin e mësimit me dy turne. Shkolla e mesme e bashkuar Bardhyl Pojani ka një kapacitet prej 360 nxënësish, ndërkohë që aty mësojnë më shumë se 500 të tillë, duke bërë mësim me turne. Në godinën që ndodhet në krah të shkollës së mesme, Bashkia e Maliqit përmes një investimi nga buxheti i shtetit është duke kryer një rikonstruksion për ta kthyer në një ambient shkollor me klasa për zhvillimin e mësimit. Ishkin e Maja do kthehet për ambiente për shkollën Bardhyl Pojani, pasi atje nxënësit zhvillojnë mësim me dy turne, u pa arsyeshme për të ndryrë në kjo godinë, edhe për fshatin bëhet një diçka e mirë, pasi kjo ka qenë një gangrenë në mes të Pojanit. Punimet kanë ecur në ritme shumë të mira, janë kryer punimet siç i shkoni dhe vetë suvatë, pjesa instalimeve elektrike, hidraulike, po punohet edhe me kaldajën. Në ambientet e reja janë të përfshira 6 klasa, një bibliotekë dhe një palestër, të cilat do të vihen në funksion të shkollës së mesme. Aktualisht po punohet në disa fronte për të përmbyllur punimet brenda 2 muajsh, ndërsa pjesë të njëjtit investim do të jetë edhe rivitalizimi i sheshit kryesor të fshatit, ku edhe ndodhet godina e Ish Pallatit të Kulturës.